Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshit më shpëloti, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Selamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 89 të surës Nahl, Allahu i madhruar thot: ne ta zbritëm ty librin si shpjegim për çdo çështje. Krijimi i njeriu është një nga temat më madhështore dhe më të përsëritura në Kuranin e Shenjtë. Në vazhdim e emisioneve, pra, ti pyet Kurani përgjigjet. Për sot do të flasim për rreth temës çfarë thot Kurani për krijimin e njeriut. Ajetet që flasin për krijimin e njeriut nuk kanë si qëllim vetëm për të treguar për ardhjen biologjike të njeriut, por mbi të gjitha theksojnë urtësinë, qëllimin dhe misionin e njeriut në këtë jetë. Njeriu, sipas Kuranit të Shenjtë, nuk është një qenie e krijuar rastësisht, dhe as nuk e ka preardhjen nga majmuni, por ai është një krijesë e veçantë, krijesë e mrekullueshme, e krijuar nga krijuesi i gjithësisë, Allahu fuqiplot. Dhe njeriu ka për detyrë ta madhërojë krijuesin dhe të përmbush rolin e tij si përfaqësues i Allahut në tokë. Kushdo që e lexon Kuranin e Shenjtë me vëmendje, do të vërejë se në të përmenden fazat e krijimit të njeriu. Do të vërejë se së pari Kurani përmend materialin e krijimit të njeriu. Në disa ajete, Allahu thot se njeriu është krijuar nga element të thjeshtë të natyrës, për t'i treguar nga njeriu se nuk ka asnjë arsye që të bëhet mendje madh apo arrogant, por gjithmonë njeriu të kujtojë pra preardhjen e tij. Në ajetin 4 të surës Nahl, Allahu i madhruar thot: ai pra Allahu është që ju krijoi prej dheu, pra prej tokë. Ndërsa në ajetin 14 të surës Rahman, Allahu i madhruar thot: ai e krijoi njeriu prej baltës së thatë si qeramik. Pra Allahu e krijoi njeriu prej balte. Gjithashtu, Kurani i Shenjtë përmend edhe krijimin e njeriut nga pika e farës apo spermës, an-nutfatu. Në ajetet 5-6 të surës Tariq, thuhet njeriu le të shikojë prej se është krijuar. Është krijuar prej një pike uji që rrjedh. Këto ajete e të tjera të ngjashme me këto hedhin poshtë, ka thënë, helmuese se njeriu e ka preardhjen nga majmuni. Këto ajete i kujtojnë njeriu për origjinën e tij, se atë e ka krijuar Allahu fuqiplot nga dheu dhe nga ajo pika e farës së spermës. Ajetet pra i kujtojnë njeriu edhe madhështinë e krijuesit fuqiplot, Allahu madhëruar.
Kurani i Shenjtë na flet edhe për fazat e krijimit në barkun e nënës. Dhe një nga mrekullitë e Kuranit është përshkrimi i saktë i zhvillimit të embrionit. Shumë kohë përpara se shkenca moderne ta zbulonte këtë proces. Në surën Al-Mu'minun, ajetet 12 e 14, Allahu i madhruar thot: "Walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnahu nutfatan alaqatan fa khalaqna al-alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin." Që do të thot me të vërtet ne kemi krijuar njeriu prej palcës së baltës, e pastaj e bëm atë pikë fare sperm, dhe e vum në një vend të sigurt, në mitër. E mandej pikën pra e farës e bëm droç gjaku, e pastaj e bëm copës mishi, pa formë, dhe pastaj e bëm atë pra njeriu krijesë tjetër, duke i futur shpirtin. Qoftë i lartësuar Allahu krijuesi më i përsosur. Pra, këto ajete të begata përmendin fazat e krijimit të njeriu. Dhe këto faza pra janë an-nutfa, pra pika ujë që është sperma, alaqa, gjaku i mpiksur, i ngjizur, i ngjitur, mudghatun, copë mishi, idhamun, formimin e eshtrave dhe mbulimi i tyre me mish. Pastaj thot nafkhat ruh, kjo është fryrja e shpirtit, që e bën njeriu krijesë të gjallë dhe me përgjegjësi. Sa bukur pra, i ka rreshtuar ajet fazat e krijimit të njeriu. Dhe kjo tregon se njeriu pra është krijuar nga krijuesi i gjithditur, i artë, i urtë dhe i plot fuqishëm, që është Allahu fuqiplot. Ky përshkrim i hollësishëm është një dëshmi e qartë e dijes së pakufishme të Allahut dhe e fuqisë së tij absolute. Gjithashtu, Kurani i Shenjtë na flet edhe për fryrjen e shpirtit në njeriu. Kurani nuk e kufizon njeriu vetëm me trupin e tij fizik, por thekson edhe dimensionin shpirtëror. Në ajetin 9 të surës Sejdë Allahu i madhruar thot: "Pastaj i dha trajt dhe i fryu shpirtin e krijuar prej tij." Allahu i madhruar është ai që i ka fryrë shpirtin e krijuar tek njeriu. Dhe kjo frym hynore e lartëson njeriu mbi krijesat e tjera dhe e bën atë të aftë për të menduar, për të zgjedhur dhe për të qenë përgjegjës për veprat e tij. Krijimi i njeriu përmendet në disa sura dhe ajetet e Kuranit. Ato janë Sura Bekare, ajetet 29-38, Sura Nisa, ajeti 1, Sura An'am, ajeti 2, Sura An'am, ajeti 98, Sura Araf, nga ajeti 11 deri te ajeti 27, Sura Araf, ajeti 172, Sura Araf, ajeti 189, Sura Hijr, nga ajeti 26 deri te ajeti 43, Sura Nahl, nga ajeti 3 deri te ajeti 5, Sura Isra, nga ajeti 61 deri te ajeti 65, Sura Kahf nga ajeti 50 deri te ajeti 51, Sura Hajj ajeti 5, Sura Maryam ajeti 67, Sura Taha nga ajeti 115 deri te ajeti 123, Sura Mu'minun nga ajeti 12 deri te ajeti 14,
Sura Furqan, ajeti 54, sura Sejdë, nga ajeti 7 deri te ajeti 9, sura Ahzab, ajeti 79, sura Fatir, ajeti 11, sura Yasin, ajeti 77, sura Safat, ajeti 11, sura Sad, nga ajeti 71 deri te ajeti 85, sura Ghafir, ajeti 67, sura Qaf, ajeti 16, sura Dhariyat, nga ajeti 56 deri te ajeti 58, sura Rahman, nga ajeti 3 deri te ajeti 4, sura Rahman, nga ajeti 14 deri te ajeti 15, sura Nuh, ajeti 14, sura Insan, ajeti 1 dhe 2, sura Mursalat, nga ajeti 20 deri te ajeti 23, sura Tariq, nga ajeti 5 deri te ajeti 8, sura Tin, nga ajeti 4 deri te ajeti 5, sura Alaq, nga ajeti 1 deri te ajeti 2. Pra, këto janë sura dhe ajete në të cilat pra Allahu përmend krijimin e njeriut dhe fazat e krijimit të tij. Në fund, themi se ajetet e Kuranit na mësojnë se njeriu është krijesë e veçantë e Allahut. Ai u formua nga elementë të thjeshtë, por u nderua me shpirtin hynor. Krijimi i tij kaloi në disa faza të mrekullueshme që dëshmojnë pra për urtësinë dhe fuqinë e krijuesit. Qëllimi i jetës së njeriut është adhurimi i Allahut dhe përmbushja e misionit si përfaqësues në tokë. Prandaj, njeriu duhet të jetë gjithmonë i përulur, falëndërues dhe i vetëdijshëm për vlerën dhe përgjegjësinë që ka në botë. Kështu pra, Kurani flet qartë për krijimin e njeriut dhe se ai pra është i krijuar nga Allahu. Shkenca moderne i ka zbuluar me saktësi fazat e krijimit të njeriut vetëm në shekullin e 17 deri në shekullin e 20, ndërsa Kurani i Shenjtë i përmendi qartë fazat e krijimit të njeriut që në shekullin e 7. Dhe kjo dëshmon qartë se Kurani është libri i Allahut dhe mrekullia e përjetshme e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Qofshin për atyre që e lexojnë dhe studiojnë dhe e kuptojnë fjalën e Allahut të madhëruar. Allahu na ndriçoft jetën me dritën e Kuranit. Selam aleikum rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju të gjithë.